Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lamtumir hipertension, nënt ushqimet që duhet të hani për të ulur tensionin e lartë. Një nga këshillat më të vyera që mund t'i jap një mjek kundër uljes së tensionit është zaptimi i një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Ky i fundit përbëhet nga fruta dhe perime, drithëra të plota, peshk, shpend, legume, aror dhe produkte të bulmetit me pak yndyrë. Sipas Healthline, do të rendisim ushqimet më të mira, të cilët do të sjellin efekte pozitive edhe në menaxhimin e niveleve tuaja të tensionit. Gjithashtu, në dietën tuaj shtoni legumet. Qiqrat, thjerrzat, fasulet ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Për më tepër, ato janë të pasur me fibër që shmangin sëmundjet koronare. Çokolata e zezë gjithashtu mund të jetë pjesë e dietave tuaja. Çokolata e zezë përmban antioksidant që zgjerojnë enët e gjakut, në këtë mënyrë ato ulin edhe tensionin e gjakut. Vaj i ullirit. Ky vaj është plot e përplot me antioksidant që ruan elasticitetin e enëve të gjakut. Përfitimi i përditshëm i vajit të ullirit është një zgjidhje e mençur në dobi të shëndetit. Shega. Lëngu i shegës është i pasur me fibër dhe shumë minerale që mbajnë nën fre tensionin e gjakut. Ky frut i bën mirë zemrës edhe sistemit tretës. Fistikët. Këto aror janë të pasur me yndyrra të shëndetshme që i bëjnë mirë zemrës. Fistikët janë shumë efikas në uljen e tensionit të gjakut. Hudhra. Përbërësi natyral i hudhrës zgjeron enët e gjakut dhe ndihmon zemrën të kryejë detyrat e saj. Hudhra është shumë e mirë në uljen e tensionit të gjakut. Panxari. Pirja e 2 gotave me lëng panxari dhe moll ul tensionin sistolik të gjakut në pak orë. Panxari dhe gjethet e tij janë shumë të pasur me kalium, një mineral i dobishëm për zemrën. Tërshëra. Ky drith është i pasur me fibër që mban tensionin e gjakut nën kontroll. Për më tepër, tërshëra rekomandohet edhe kundër mbipeshës. Farat. Farat e lienit të kungullit dhe lulediellit mund të përfshihen në sallata në kos ose në tërshër. Ato janë shumë të mira për tensionin e gjakut sepse përmbajnë magnez. Peshku. Salmoni, sardele dhe skumbrit janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Sipas ekspertëve të Healthline, këto acide përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe ulin tensionin e gjakut. Në dietën tuaj duhet të shtoni edhe kosin. Kosi me pak yndyrë ofron shumë kalcium për organizmin. Ai qetëson enët e gjakut dhe qetëson ato kur nevojiten. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit janë një përbërës i pasur me element natyral që lehtësojnë punën e enëve të gjakut. Këto përbërës i zgjerojnë ato dhe qarkullimi i gjakut do të jetë më i lehtë. Barishtet. Sipas të dhënave, konsumi i kripës rrit entjen bashkë me të edhe tensionin e gjakut. Hani më shumë barishte si spinaqi, brokoli ose lakrat për të marrë më shumë kalium. Ky mineral largon kripën e tepërt nga organizmi dhe qetëson gjithashtu edhe enët e gjakut dhe sjell rezultate mjaft të kënaqshme për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, atëherë dietën tuaj duhet ta pasuroni sa më shumë me produkte natyrale, të cilët do të ndikojnë pozitivisht në menaxhimin e tij. Një prej tyre janë edhe lule radhiqet. Lule radhiqet nxisin eliminimin e kripës të organizmit dhe mbeturinave nëpërmjet urinimit. Lule radhiqet janë të pasur me magnez që zgjeron enët e gjakut, përmirëson qarkullimin e tij dhe largon gjithashtu trysnin nga zemra. Një tjetër produkt pozitiv për shëndetin tuaj është edhe brokoli. Brokoli është një ushqim i pasur me kalium, me fibër, me magnez, vitaminë C dhe kalcium, që sipas studimeve ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Një filxhan me brokoli në ditë mban doza ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është një antioksidant që promovon tensionin normal të gjakut. Në dietën tuaj duhet të konsumoni peshk cilësor. Peshqit janë të pasur me omega 3 plot me vlera për shëndetin kardiovaskular. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe arenga. Studimet rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Spinaqi. Spinaqi është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit që bëjnë tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme dhe eliminojnë kripën e tepërt që është përgjegjëse për tensionin e lartë. Çokolata e zezë. Revista Amerikane e Mjekësisë thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë,
me përmbajtje 60 deri në 80% kakao në ditë ul tensionin e gjakut. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide që zgjeron enët e gjakut në mënyrë krejt natyrale. Panxari i kuq. Panxari është i pasur me substanca nitrat që i bëjnë mirë zemrës. Studiuesit thonë se nitratit e panxarit ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Drithrat e plota. Një pjatë me drithra të plota dhe fibra siç janë tërshëra, bullguri, thekra, krundet, gruri, ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në ditë. Boronica dhe frutat e pyllit gjithashtu janë në një ndihmë shumë e mirë për ju. Një racion me boronica në javë do të ulë rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronica, lule shtrydhe dhe mjedrat kanë më pak kalori dhe janë të pasur me antioksidant dhe me fibër. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe janë në një dozë të shëndetshme vitaminës C dhe kaliumit, të cilët do të sjellin gjithashtu rezultate më të mira për shëndetin tuaj në balancimin e lukatjeve të tensionit. Vaji i susamit. Studime thonë se vaji i farave të susamit do të zvogëlojë presionin e gjakut dhe do të ndihmojë në mbrojtjen e hipertensionit dhe shëndetit të zemrës. Domate. Ky produkt popullor është i pasur me likopeni i cili zvogëlon në masë të madhe presionin e lartë të gjakut. Farat e lirit. Për shkak të përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore omega 3 që gjenden te farat e lirit, këto fara ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Çokolata e zezë. Çokolata e zezë është e dobishme për shëndetin pasi ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Vaji i ullirit përmban antioksidant që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të mirë të zemrës dhe uljen e presionit të gjakut. Panxari. Lëngu i freskët i panxarit mund të ndihmojë në detoksifikimin e gjakut, trajtimin e mbipeshës dhe uljen e presionit të gjakut. Spinaqi. Ky produkt është i pasur me antioksidant që ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Shafrani indis. Ai lehtëson inflamacionin, forcon zemrën dhe përmirëson rrjedhjen e gjakut. Speci djegës. Relakson enët e gjakut dhe ul hipertensionin. Fasulet. Fasulet kanë magnez, kalium dhe fibra që janë të dobishme në shëndetin e zemrës. Farët e lulediellit. Edhe pse të vogla ato ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit. Gjithashtu edhe patatet kanë magnez dhe kalium që ndihmojnë mirë në shëndetin kardiovaskular. Hudhra. Për shkak të përmbajtjes së lartë të alicinës, ky produkt mund të luftojë gjithashtu simptomat e hipertensionit. Bananet. Bananet janë të pasura gjithashtu edhe me kalium i cili ndihmon në uljen e ndjeshme të presionit të lartë të gjakut. Bajamet dhe arrat gjithashtu janë në një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj. Bajamet dhe arrat përmbajnë yndyra të pangopura që ndihmojnë në uljen e niveleve të tensionit dhe gjithashtu janë në një zgjidhje mjaft të mirë pasuruese për organizmin. Nëse doni të mos vuani nga presioni i lartë i gjakut, përveç ushqimeve që duhet të konsumoni ka edhe një sër ushqimesh që duhet i largoni nga menuja juaj ditore. Ato janë mishi i kuq. Mishi i kuq është i shijshëm por përmban shumë kolesterol dhe dëmton zemrën dhe enët e gjakut. Sipas të dhënave, një sasi prej 400 gram mishi i gatuar përmban rreth 250 mg krip dhe 308 mg kolesterol, e cila ndikon në përkeqësimin e shëndetit tuaj, duke rritur kështu edhe problemet e hipertensionit. Mos i konsumoni picat e ngrira. Këto ushqime tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë, por një racion i kësaj pice përmban 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë kripra dhe substanca të shumta që dëmtojnë tensionin e lartë. Salcat e paketuara të domates me paketime qelçe ose metalike mund të rrisin tensionin e lartë, pasi ato përmbajnë sasi të larta të kripës, të cilat ndikojnë negativisht në cilësinë e shëndetit tuaj dhe gjithashtu e përkeqësojnë edhe më shumë organizmin. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.